Kryeministri Edi Rama foli për buxhetin 2026, ndërsa u ndal tek pensionistët, duke thënë se mbështetja ekstra për pensionistët do të shkojë në shifrën 1.7 miliard euro. Ndërkohë, kryeministri Rama shtoi se bonusi i fundvitit do të fillojë të shpërndahet qysh nga fillimi i muajit dhjetor. Sa i përket rritjes së pensioneve, kreu i qeverisë deklaroi se rritja e çdo janari që vjen do të jetë 2 fish i vitit paraardhës. Rama u shpreh se më në fund kemi ardhur në atë që kemi dashur të bëjmë prej kohësh, rritjen e mbështetësve për pensionistët që faktikisht do të zërë pjesën kryesore në financimet e shtetit në këtë mandat të katërt. Mbështetja ekstra për pensionistët, tha Rama, do të shkojë në shifrat e 1.7 miliard eurove, të cilat janë të ndara në 4 vite, të përcaktuara në buxhetin afatmesëm të qeverisë. Ky moment është një moment që e përmbush atë që ka qenë ambicia jonë kryesore, rritja e vazhdueshme ekonomike, tha Rama, të jetë një rritje që përjetojnë të gjithë. Sot edhe pensionistët përfshihen në këtë ambicie e konkretisht do të prekin këtë rritje të vazhdueshme, një fakt që edhe mua më lehtëson, shprehun ndër të tjera kryeministri Rama. Shumë herë jam gjetur përpara detyrimeve ku thoja se na duhet pak më shumë kohë për ta bërë të qartë. Bonusi i fundvitit do të jepet eksaktësisht siç është dhënë edhe vitin e shkuar, duke filluar që nga fillimi i muajit dhjetor. Ndërkohë që vitin e ardhshëm do të fillojmë nga janari të rrisim mbështetjen për pensionistët dhe rritja e çdo janari që vjen do të jetë 2 fish i vitit paraardhës, është shprehur në përfundim të deklaratës së tij kryeministri Edi Rama.